po lexoja rastësisht sot për temën në të cilën ishte Ministria e Jashtme kineze, që kishte bërë një analizë për sa i përket situatës gjeopolitike dhe në mënyrë të veçantë për sa i përket Beogradit. Dhe në fakt nuk se ishte pa bazë kur thoshte që dorashkat e bardha që CIA amerikane përdor përmes disa organizatave të saja, shumë afër pushtetit, kanë ndërhyrë në mënyrë të drejtë për drejtë në brumosjen e frymës për ngritjen e protestuesve të rinisë serbe. E gjeta pa një analizë konspiracioniste. Analiza ishte shumë e bukur sepse analiza është që është CIA që e ngacmon dhe e krahasonte me prit. Analizë kineze. Analizë kineze, po është një analizë serioze. Se profesor 1.5 miliardë. Një sekond, prit. Se krahasimi kishte një bazë të vërtetë. Unë më pas hyra në çik për të kaluar më tej, se nuk mund ngelte vetëm në këtë rrafsh përfaqësor. Por analiza ishte sepse bënte krahasimin dhe Vučić në një moment tek shërbimet sekrete e krahason me të njëjtën situatë që ka ndodhur në 2014 në Ukrainë, ku e njëjta dorë fryn, nxon dhe rriti në atë që ishte në ato momente me Ukrainën, me pjesën e Krimes që ndodhi me punën e aneksimit, në të cilën pikërisht destabilizimi që duhet ndodhte përmes rinisë, sepse rinia është frym revolucionare në një lloj mënyre dhe është turm. Rinia është turm, sepse nuk mendon me kokën e vet. Është shumë më lehtë e manovrueshme dhe e manipulueshme. Pse bëj kjo analizë? Sepse Rusi ka të gjithë interesin përmes Vučićit, dhe të jemi objektiv në këtë, që të shtrit dorën e Europë me Vučićin. Dhe nëse Serbia interesohet Bashkimin Evropian me këtë qeverisje që ka, që është Vučići, për Rusinë është shumë herë më e thjeshtë që të ketë një kontroll akoma më shumë në rajon.